A ka qenë paramilitar baba juaj? Jo, edhe do më thonë, qyre, nëse ata veç vendosin ka naj fakt, na e dim ku o vendi. Shkoni. Që gjukatas, shkoni. Nëse keni naj fakt, nëse ne, këto është rana. Edhe janë të shfrudzu veç për me bo presion, se unë e tash jetoj presionin. Do më thonë, që dje ka dal një deputetja, edhe ka fol, do më thonë, për këtë ofertën, do më thonë, deputetja Kryeziu, asë një konekcion, bre, nuk ka... Vetëm, s'ka, do më thonë, jena përgatit shumë. Hajde. Profesoresh në Shkup dikund. O, jam shumë kurioze me di që farlande kishtë donë Duda Bali, adin. Seriozisht po. Tash, adin, mos ta kthejmë diskutimin aty, po, ama... Jam shumë kurioze me di... E kanë kishë mujtë me mëso Duda, adin, falni, ama... Qëre do të me... Mos të nënvlerëso. Jo, absolutisht po du me nënvlerësu, ama është shumë keq kur dele dhe thush se mu më kanë ofru me mbo profesoresh ose me madhonat pasë s'ku ta di unë qka. Na i kemi ftu me ardhë me mbo pjesë e koalicionit. Na i kemi ofru zonjës Balje me qenë pjesë e koalicionit. Ajo nuk e ka pranë një gjithë. Se du me full në isen keqe, sepse nuk du me rritë në nivelin e këtë deputete Kryeziu, por unë nuk kam ditë as emër. Nuk kam ditë as emër. Do më thonë, 4 vite kemi qenë në kuvend, edhe emër nuk kam ditë. Qa që ka qenë aktive, a dinë se nuk kam ditë kusho. E ka ullheq Komisionin për Politikë t'jashme? Jo, në isen në arsim. Nështë edhe tu ka gabu se kjo ka qenë antarësu me NAK, mas ne ka kalu me vendosje, ki drejt, po... Nuk di, do më thonë, qa që ka qenë jo autentike, se nuk e di, nuk kam ditë kur mi kanë qunë video, kur ka thonë një deputetja, unë e kam hapë veç me qëre deputetja me këtë emër. Po s'ka lidhje, do më thonë, këtë deputetja nuk ka pas asni informacion shka ka ndonë në Shkup. Do më thonë, as ka lidhje me këto. Jema atë informacione. Po jo, e tash dikush a e din, qëre, une njëherë kam thonë publikisht, nëse zonja Kryeziu ka bu këto për me rrit vendin më renda e partisë, sepse a i din sa ma shumë jetu fol keq ndaj persona cili nuk mendoj njët, ti i ki pozita matë larga. Apo një pyqe, a ju ka ofru vendi profesoreshës për mes VMRO-s, si shërbim për Kurtin, apo për mes partive shqiptare atje? Mes partive shqiptare, edhe qyre, une... është mirë me isqaru qëto. Po, është mirë për juve, se ajo është mirë për ju. është mirë edhe me isqaru me emën e me mbjemën që ka ndodhë. Si me përgjegje dhe abeshës. Une, personi vetë ka folë për vetin. Une, emre Zotrizet me gjitë nuk kam përmend. Vetë ka dalë edhe ka thonë, s'kam pas takim me Dudën. Do më thonë, këtu o puna. Vetë ka dalë, une nuk kam përmend as një emër. Zotri Ramush Haradine nuk e dia ka përmend, por une edhe nuk respektoj shumë edhe nuk e di që shkan dalë këto prej atja. Mu... A e ka zbura vetëm, apo? Vetë ka full. Nuk kam përmend emër. A konfirmoni ju që Zotri Megjiti ju ka kontaktu? Jo, Zotri Megjiti ka kontaktu mes një doktor, cili është në... Cili është të punu në komuna afere... Në komuna afere... Na të regone e se... është ma e vjetër... Nuk është Zotri Megjiti, po është filozof. Unë e mund veç me thonë se ka është... Duda, është shumë e rëndësishme me i tregu. Që mës me nuk dy Unë e qyre emër nuk kam thonë për shkak e respektit. Edhe këtë tjetër. Edhe qyre, une në fakt nuk kam pranu as me pi kafe, edhe këtu veç në këtë pjesë Zotri Izet... Zotri Izet Megjiti ka thonë një vërteta edhe një pa vërteta kur ka dalë publikisht. Pa vërteta ka qenë se na nuk kemi taku as një herë pas gjedje, s'është vërtet.